Shqipëria mundet është titulli i editorialit të përbashkët të kreut të prezencës së BE-s në Tiranë Ettore Sekuj dhe ambasadorit në ikje të SBA-s Aleksandar Arvizu. Ambasadorët vlerësojnë se shqiptarët mund të jenë krenar pasi i demonstruan miqve europian dhe amerikan se zhvilluan zgjedhjet e administruara në mënyrën më të suksesshme që Shqipëria ka zhvilluar deri më sot. Shqiptarët morën pjesë masivisht në zgjedhjen e qershor për përparim, për reforma dhe për transformim. Tani votuesit presin që qeveria dhe gjitha partitë në parlament të punojnë për t'i kryer këto reforma dhe për të realizuar me shpejtësi dhe zell integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në Bashkësinë Euroatlantike, thuhet ndër të tjera në editorial. Sekuj dhe Arvizu në editorialin e tyre theksojnë se tashmë është rradha e klasës politike, e cila duhet qëvijimin e dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit ta bëjë pjesë të punës së tyre, pasi kjo do t'i japte dritën jeshile integrimit të Shqipërisë në BE. Shqipëria mund bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo do të kërkojë përkushtim për të miratuar dhe vënë në zbatim reforma kyçe, sidomos në fushën e shtetit ligjor. Do të kërkojë që Shqipëria të demonstrojë aftësinë dhe vullnetin e saj për të zbatuar ligjet antikorrupsion dhe të rrisë transparencën, llogaridhënien dhe efektshmërinë e sistemit gjyqësor të vendit, përfshirë këtu edhe kodin penal. Po ashtu do të kërkojë përqendrim dhe vendosmëri për të trajtuar çështjet të ndërlikuara të drejtave të njeriut, përfshirë reformën e pronësisë, thuhet më tej në editorial. Ambasadorët shprehin edhe një herë mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe SBA-s që Shqipëria të sigurojë një shoqëri të drejtë, e ankoruar fort në BE dhe në Bashkësinë Euroatlantike, vendi ku populli shqiptar do që të jetë dhe vendit të cilët i përkasin.